raketash e dronësh. Sulmi i fuqishëm gjatë natës ka shkaktuar 2 viktima dhe mbi 56 të plagosur. Putin kishte paralajmëruar hakmarrjen ndaj një sulmi të pretenduar terrorist të Ukrainës në Luhansk, ku sipas Rusisë ishin vrarë 18 fëmijë. Kiev zyrtar ka hedhur poshtë të gjitha akuzat si dezinformim të qëllimshëm. Shpërthime të fuqishme mbi Kiev pasi autoritetet amerikane dhe ukrainase paralajmëruan për një sulm të mundshëm raketor rus. Të paktën 2 persona u vranë dhe mbi 56 janë të plagosur pas breshërisë së raketave dhe dronëve rusë mbi godina civile në të gjithë kryeqytetin Ukrainas. Nga breshëria me raketa balistike u shkatrua ndërtesa banimi, një konvikt studentor, një qendër shërbimi makinash dhe një qendër tregtare, sipas kryetarit të Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko. Natën vonë të shtunën forcat ajrore ukrainase paralajmëruan për një raketë balistike me rrezë të mesme veprimi Oreshnik. Sulmi vjen pasi Putin akuzoi Ukrainën për një akt terrorist, duke pretenduar se të premten dronët Ukrainas goditën një konvikt kolegji në Starobilsk, një qytet i pushtuar nga Rusia në Luhanskun lindor. Presidenti rus urdhëroi Ministrinë e Mbrojtjes të dilte me propozime për një përgjigje hakmarrëse, duke pretenduar se numri i fëmijëve të vrarë në sulmin me dron Ukrainas kishte shkuar në 18. Por ushtria e Ukrainës ka hedhur poshtë pretendimin e Putinit dhe ka akuzuar median ruse për qarkullimin e informacioneve manipuluese mbi sulmin. Ajo përsëriti se godet infrastrukturën ushtarake dhe strukturat e përdorura për qëllime ushtarake. Ukraina ka shtuar sulmet me dron me rrezë të gjatë veprimi javët e fundit. Ajo mori përsipër 2 sulme ndaj objekteve ushtarake ruse në territorin e pushtuar këtë javë. Presidenti i Ukrainës Zelenski pa dëmet nga afër duke treguar objektiva civile të dëmtuara nga sulmi rus, përfshirë shtëpitë dhe muzeun e Çernobilit i ndërtuar në 40 vjetorin e shpërthimit, vetëm një muaj më parë. Vetëm budallenje të çmendur mund ta sulmojnë këtë muze dhe vendet pa vlerë ushtarake, tha Zelenski. Ai e quajti sulmin të jetë të rënd me 90 raketa të llojeve të ndryshme, përfshirë 36 raketa balistike dhe 600 dron. Mbrojtja ajrore e Kievit rrëzoi vetëm disa prej tyre. Shumica e goditjeve ishin në Kiev, objektivi kryesor i këtij sulmi. Nga breshëritë e raketave ruse mbi kryeqytetin e Ukrainës është goditur edhe kompleksi ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, duke rrezikuar jetën e tij. Në një postim në X, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha tha se Shqipëria dënon me fortë sulmin rus ndaj objektivave civil në Ukrainë, në një shpërfillje totale të jetës dhe dinjitetit njerëzor. Këtë herë godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, theksoi ministri duke bërë me dije se ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për shpjegime. Rusia nuk po fiton, ajo vetëm po vret, po nxit vuajtje dhe shkatërrim. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj Rusisë që të ndërpresë menjëherë këto sulme, t'i jap fund luftës kundër Ukrainës, të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata. Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës dhe përsërit mbështetjen e saj të palëkundur për sovranitetin, pavarësinë dhe integrimin territorial të saj, thekson ministri Ferit Hoxha në reagimin e tij. Ambasadori shqiptar në Kiev Ernal Filo, i cili i shpëtoi sulmit me raketa ruse në banesën e tij, rrëfeu detaje mbi sulmin në një intervistë ekskluzive në ditarin e fundjavës me Indrit Maraku në A2 CNN. Ai tha se ky ka qenë sulmi më i gjatë në kohë. Sulmi ka filluar mbrëm, rreth orës 10 në darkë dhe ka zgjatur deri në orën 6:30 të mëngjesit pa pushim. Ky që kur kemi hapur ambasadën vitin e kaluar, ky ka qenë sulmi më i gjatë në kohë, më i madh për sa i përket sasisë së raketave që janë përdorur dhe dronëve, kanë qenë raketa të fuqishme. Që nga ajo Iskander, Zirkon, flitet edhe që mund të jetë përdorur edhe Oreshnik, po akoma nuk janë verifikuar. Ky sulm ka qenë aq i fuqishëm dhe raketa ka qenë aq e fortë me duhet të ketë patur shumë eksploziv
sa që ka arritur të deportoj edhe në vendstrehim. Kemi dalë jashtë sepse u bë e padurueshme, nuk mund të merrje dot frym. Ndërkohë erdhën dhe ekipet e emergjencës dhe arritën të shuajnë zjarrin. A kanë autoritetet ruse a disponojnë informacion se ku qëndron, ku banon trupi diplomatik I akredituar në Kiev? Duhet kuptoj nëse potencialisht ata kishin një informacion për rrezikun që po I kanosin profesuesit të Shqipërisë në këtë rast, apo profesive të tjera, apo ky është një informacion që ndoshta ata nuk e disponojnë. Informacione për mbyndodhjen tonë ka vetëm shteti I Ukrainës dhe qeveria e Ukrainës. Unë nuk besoj se ata kanë pasur qëllim të godasin direkt, të godasin mua direkt. Por nuk di, asnjëherë nuk I dihet sepse atë informacione mund të merren nga shumë burime. Por ka pasur edhe ambasada të tjera janë goditur, për shembull ambasada e Azerbajxhanit është goditur 3 herë. Nuk është se besoj se ka qenë e qëllimshme sepse kështu është pretenduar dhe zyrtarisht nga autoritetet ruse, por që janë goditur. Pra siguri nuk ke asnjëherë ky sulm këtë radhë që u paralajmërua që do të ishte sulm hakmarrës, pasi edhe Ukraina ka ndërmarrë sulme kohët e fundit. Por ajo që është e sigurt është që sulmet kanë qenë në objekte ushtarake dhe as pak civile nga ana e Ukrainës. Ndërkohë që Rusia targeton gjithmonë civil edhe nuk merr parasysh as pak humbjet e jetëve të njerëzve. Ka seriozitet nga pala ukrainase. Kësaj lufte të jepet fund, ka thirrje të vazhdueshme nga presidenti Zelenski që të arrihet të paktën fillimisht një armpushim dhe pastaj palët të ulen në negociata. Dhe kjo është pothuajse e përditshme, por nuk mund të shikoj këtë një gjë të tillë nga ana ruse. Por situata është e tillë që ka përshkallëzim, pavarësisht retorikës që nga ana ruse që luftës po I vjen fundi, nuk po I vjen as pak. Ukraina po mbrohet, Ukraina është viktima, Rusia është agresori dhe kanë të drejtë legjitime që ata të mbrojnë vendin e tyre. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka mbërritur në Pekin për një vizitë shtetërore 5 ditore me ftesë të presidentit Xi Jinping. Vizita konsiderohet si një nga më të rëndësishmet në marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa Vučić pritet të zhvillojë takime edhe me kryeministrin kinez. Fokusi I bisedimeve do të jetë zgjerimi I bashkëpunimit ekonomik, investimet kineze në industrinë serbe dhe siguria energjetike. Bashkimi Evropian ndërkohë është I shqetësuar sepse Serbia është blerësi vetëm evropian I armëve të avancuara kineze në perëndim. Gjatë vizitës Vučić mendohet se mund të nënshkruajë një kontratë për blerjen e avionëve kinez J-10, ndërkohë që më herët Serbia ka modernizuar arsenalin e saj duke bler raketa balistike supersonike CM-400 nga Kina. Gjykata e lartë ka vullosur ekstradimin në Gjermani të një 42 vjeçari me shtetase izraelite dhe kanadeze, I arrestuar në Tiranë në shkurt të vitit të shkuar. Geri dyshohet si kreu I një grupi mashtruesish kibernetik dhe për këtë një gjykatë gjermane ka urdhëruar paraburgimin e tij. 3 shkallët gjyqësorit janë refuzuar. Gerin ka refuzuar ekstradimin drejt Gjermanisë duke pretenduar se do diskriminohej për origjinës së tij hebreje. Gjykata e lartë I ka dhënë dritë jeshile ekstradimit në Gjermani të një shtetasi izraelit të arrestuar në Tiranë në shkurt të vitit 2025. 42 vjeçari Roy Garin, me shtetësi izraelite dhe kanadeze, I njohur edhe me emrat Michael Finkle, Mike dhe Jean Meringak, kërkohet nga drejtësia gjermane si kreu I një grupi mashtruesish kibernetik. Sipas urdhër arresti të lëshuar ndaj tij nga gjykata Bamberg në Gjermani, në periudhën 2015-2022, ky grup dyshohet të ketë mashtruar gati 288 qytetarë përmes investimeve online, duke ju shkaktuar një dëm financiar prej gati 26 milionë euro. Pasi humbi betejat për mos ekstradim në gjykatën e Tiranës dhe në apel, së fundmi gjykata e lartë refuzoi rekursin e bërë nga 42 vjeçari Garin, duke I hapur kështu rrugë ekstradimit të tij drejt Gjermanisë. Në të 3 shkallët e gjyqësorit, Garin ka pretenduar se në rast ekstradimi rrezikonte një trajtim çnjerëzor dhe diskriminues në Gjermani për shkak të prejardhjes së tij hebreje. Përmes avokatit, 42 vjeçari është referuar raportit të RIAS 2024, sipas të cilit dokumentoheshin 8600 incidente antisemitike për gjysmën e parë të vitit dhe një rritje sulmeve ndaj personave me identitet hebre.
Gjykatat e 3 shkallëve kanë arsyetuar se antisemitizmi përbënte një formë urrëtie e diskriminimit ndaj hebrejve, por nuk lidhet me qëndrimet e qeverisë ose të gjyqësorit gjerman. Sipas arsyetimit të shkallës së parë dhe të apelit, të vlerësuara si të drejta edhe nga gjykata e lartë, nuk ka raporte ose vendime të gjykatave ndërkombëtare që të evidentojnë shkelje nga autoritetet gjermane në këtë drejtim. Në lidhje me raportin Rias, gjykatat vlerësonin se ai përbënte vetëm një instrument monitorimi dhe jo provë të shkeljeve sistematike të drejtave të njerëzit. Një njeri emigrant nga Bangladeshi ka humbur jetën mëngjesin e së dielës në një kantier të prodhimit të skafeve në flak të Durrësit. Shkak është bërë një zjarr në ambientet e kuzhinës ku jetonin punëtorët. Nga flakët ka mbetur i plagosur edhe një tjetër emigrant që punonte në këtë punishte. Një zjarr i rënë në ambientet e një subjekti privat në zonën e flakës në Durrës rezultoi fatal për një të ri emigrant në vendin tonë. Fatkeqësisht një 25 vjeçar nga Bangladeshi humbi jetën, ndërkohë që një 30 vjeçar nga Kenia ndodhet në spital për trajtim mjekësor. Zjarri dyshohet se është faqur në ambientet e kuzhinës dhe shkak mendohet të ketë qenë bombula e gazit, e cila ka bërë që flakët të përhapeshin shpejt, pa i dhënë mundësi 25 vjeçarit të reagonte në kohë, ndërsa dyshohet se asfiksia ka qenë dhe shkaku i vdekjes së tij. Ndërsa ndërhyrja e punojësve të tjerë ka bërë që të nxirret në kohë punëtori tjetër edhe ai emigrant, i cili është dërguar për mjekim në Spitalin Rajonal të Durrësit. Pas fikjes së flakëve, një grup hetimi i policisë së Durrësit ka nisur verifikimet së bashku me ekspertët e zjarrfikses për këtë ngjarje, duke verifikuar si shkaqet, ashtu edhe kushtet apo masat kundra zjarrit që duhet të kenë ambiente të tilla. Punishja në fjalë është pronë një shtetasi italian dhe merret me ndërtimin e skafeve, ndërsa ka një numër të konsiderueshëm të punojësve të huaj, të cilët mbahen në këtë godinë. Më 26 maj në Bruksel, Shqipëria pritet të hapë fazën përfundimtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, duke shënuar një tjetër hap të rëndësishëm në procesin e integrimit. Edi Rama akuzoi ashpër opozitën për përpjekje të vazhdueshme për baltosjen e Shqipërisë dhe dëmtimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se Bashkimi Evropian ka akorduar edhe 49 milion euro të tjera për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Të martën e 26 majit, Bashkimi Evropian pritet të nisë mbylljen e negociatave të antarësimit. Konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vjen disa muaj pas hapjes së të gjithë kapitujve, ndërsa për fazën tjetër vendet anëtare morën kohë të gjatë për të bindur, duke përforcuar kërkesat e tyre nga garancitë për zgjedhje të lira, dialogu politik për reformat e deri tek drejtësia efektive dhe e papenguar nga politika. Por në shënimet e tij të javës, kryeministri shfrytëzoi rastin për të bërë ironi me opozitën, duke e cilësuar miratimin e Ibarit humbje të demokratëve. Thanë se rruga europiane ishte blokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund ndëshkuar, thanë se qeveria jon ishte krejt e izoluar. U gënjyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruksel. Konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian vullos për mbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama akuzoi gjithashtu opozitën se bëri gjithçka që të dëmtonte imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, përmes protestave të dhunshme dhe deklaratave kundër procesit të integrimit evropian. Moldovarët e Tiranës u lshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, u lshuan rrugëve për ta djegur me dojemos Shqipërinë në sytë e botës. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Një tjetër zhvillim pozitiv nga Brukseli, sipas kryeministrit, është edhe disbursimi i 49 milion eurove të tjera në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Me këtë fond, mbështetja totale për Shqipërinë arrin në 212 milion euro.
duke e renditur vendin si përfituesin më të madh në rajon nga ky program. Sali Berisha ju përgjigj kryeministrit Edi Rama duke deklaruar se jo opozita, por përfaqësuesit e 27 vendeve anëtare pa në realitetin shqiptar dhe kuptuan se nuk është ai që paraqet kryeministri. Sipas Kreut Demokrat, raportin i bar nuk e shkruajti Partia Demokratike, por grupi teknik i Këshillit Evropian Koela. Në atë raport të miratuar me datën 21 maj, opozita nuk ka shkruar asnjë fjalë. Por nga ana tjetër, duhet theksoj se ai raport është pothuaj pik për pik, ka trajtuar dhe ka vendosur si kushte për Shqipërinë të gjitha problemet madhore që opozita ka ngritur dhe vazhdon të ngrej para jush. Koela, grupi punës që miratoi i Barit, erdhi në Shqipëri me 27 përfaqësues të 27 vendeve anëtare. I konstatoj gjërat në vend. U bind se këtu zgjedhjet janë një farsë e vërtet. U bind se drejtësia është një presion dhe kontrol të madh dhe se Edi Rama mbron korrupsionin dhe nuk lejon drejtësinë në kundërshtim me kushtetutën. U bind se parlamenti nuk ka rolin që duhet të ketë në procesin e integrimit. U bind se ekonomia është ekonomi klientele dhe jo ekonomi e lirë tregu siç ishte paraqitur nga Edi Rama. Pra, mund të them se pas këtij raporti, realiteti shqiptar në Bruksel është krejt tjetër nga ai që mashtron Edi Rama dhe kjo është një arritje e madhe për çdo shqiptar, sigurisht edhe për opozitën shqiptare, mbasi qëndrimet e saj përputhen plotësisht me qëndrimet e institucioneve më serioze të Bashkimit Evropian. Ne qëndrojmë për çdo vendim, qëndrojmë për çdo përpjekje që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, por theksojmë se aktualisht ajo përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Kultura dhe tradita folkloristike në këngë, valle dhe veshje ka mbledhur rreth 400 artistë nga 4 kontinentet të botës në edicionin e 18 të Aulona Folk Festival që mbahet në Vlorë. Grupe folkloristike nga 4 kontinente të ndryshme janë bërë pjesë e edicionit të 18 të Aulona Folk Festival, që tashmë është kthyer në një traditë në qytetin e Vlorës gjatë sezonit turistik. Rreth 400 folklorist nga vende të ndryshme të botës kanë parakaluar në rrugët e qytetit bregdetar për të kulmuar në mbrëmjen e së shtunës në skenën e festivalit, ku shpalosen traditat dhe kulturat e ndryshme. Festivali përveç vlerave artistike dhe folklorike, vit pas viti po të rrej gjithnjë më shumë grupe edhe përtej kontinentit të Evropës, ndërsa është një event edhe për Vlorën turistike. Aulona Interfolk Festival po kthehet në një platformë sa kulturore dhe folklorike, aq edhe turistike. Në këtë edicion që është edicioni 18, ky festival vjen me risi, pasi për herë të parë ne kemi këtu edhe 2 kontinente të tjerë, ndërsa më përpara kishim vetëm nga Europa dhe nga Kina e Largët, nga Azia tani kemi edhe nga Amerika e Jugut, siç është grupi i Kilit, po ashtu kemi edhe nga Afrika që është një grup nga Burundi, ky që pikërisht ju e shikoni tani në skenë. Ne i japim Vlorës 4 ditë me ngjyra, me gjallëri, po mbi të gjitha me mesazhe të forta për jetën, për zhvillimin, për kulturën, për atë që ne duhet përcjellim në përbot, që Vlora është një qytet që prodhon kulturë, që prodhon turizëm, që prodhon trashëgimi. Festivali është mirëpritur edhe nga turistët e shumtë vendas dhe të huaj, që tashmë kanë nisur të frekuentojnë jo vetëm bregdetin e Vlorës, por edhe historinë, traditën dhe kulturën e vendeve të ndryshme.
Turistët e huaj që sa vinë dhe bëhen më prezent në plazhet e Durrësit, kohët e fundit kanë nisur të kombinojnë pushimet dhe punësimin e tyre në këtë qytet, madje duke programuar të vijojnë jetën e tyre në vendin tonë. Donse me temperatura dhe mod të paqëndrueshëm, plazhi i Durrësit ka nisur të frekuentohet madje edhe nga turistë huaj. E ndërsa këta të fundit janë gjithnjë më të shumtë, një pjesë e tyre ka nisur edhe të punojnë në Durrës, duke shfrytzuar qytetin kryesor të turizmit në vendin tonë, jo vetëm për pushime, por edhe për punë. Të tilla janë edhe ky grup vajzash nga Ukraina dhe Bielorusia, të cilat kanë nisur të punojnë dhe jetojnë në Durrës. Madje edhe fëmijët e tyre kanë mësuar rregullisht gjuhën shqipe. My colleague in my job. Kolegu i punës ku jam më ftoi që të vizitoja Durrësin dhe më pëlqen shumë gjithçka këtu. Plus që kemi edhe gjëra të përbashkëta në kulturë dhe ushqim. So we are working here, living here, we have families. Jemi këtu edhe për të punuar. Kemi hapur një sallon bukurie për gratë dhe vajza, po jetojmë këtu së bashku me familjet tona. Na pëlqen shumë Shqipëria. We like Albania, live here in Durrës. 5 vit. Po. Pak shqip. Ti ke mësuar shqip? Po, di shqip. Vetëm shkollë këtu? Po, jam në shkollë. Çfarë të pëlqen në Shqipëri? Mua më pëlqen deti, është i bukur, edhe më pëlqen kur është kështu vap. Si e ke mësuar shqipen? Në shkollë. Është të vështirë shqipja për ju? Jo, shumë e vështirë. Ti ja ke mësuar dhe mamit, besoj, pak shqip. Jo, shumë, po mami nuk don. Për shumë turistë huaj, Shqipëria po shndrohet çdo vit më shumë në një destinacion ku mund të kombinojnë pushimin, punën dhe jetesën buzdetit. 4 ditë adrenalin, motor dhe spektakël pushtuan sheshin Nën Tereza në edicionin e 4 të Automotive Fair Albania. Eventi mblodhi pilot profesionistë dhe pjesëmarrës nga vende të ndryshme me shfaqje ekstreme që ndezën atmosferën mes turmës së entuziazmuar. Për te argëtimit dhe manovrave spektakolare, panajiri përcolli dhe mesazhin për më shumë siguri rrugore dhe përgjegjësi në drejtimin e mjeteve. 4 ditë spektakël mbi 4 rrota në edicionin e 4 të Automotive Fair Albania. Adrenalin që i vuri zjarri në kuptimin e parë të fjalës sheshit Nën Tereza në kryeqytet me motorët që gjëmonin dhe turmën që brohoriste. Ky edicion në sloganin Fueled by Passion kishte pikërisht fokus të bashkëvepronte bashkë me shumë lloj elementesh. Show nga djemt, element siguri rrugore në 2 fasha, fashë që në fëmijërit hershme dhe drejtuesit e ri të mjeteve. Ku më e rëndësishmja ishte që kompeticioni Best Run Drivers këtë vit vjen me një risi të re. Fituesi atij kompeticioni shkon në nivel ndërkombëtar, pra të përfaqësojë Shqipërinë në nivel ndërkombëtar. Eventi mblodhi pjesëmarrës nga vende të ndryshme, duke kthyer panajiri në një festë të vërtet për botën e motorëve dhe dashamirësve që ndoqën shfaqjen e rezervuar nga pilotët profesionistë. Nga pas ne kemi djemtë Stuntman Industries, ishte në kulminacion i këtij eventi, na kanë kënaqur me një show spektakolar, duke filluar nga dita e premte e shtunë dhe zgjodhëm sot për të përmbyllur këtë event me ta. Makina policie që lëviznin në 2 rrota anësore shpejtësi, mjete që bënin drift apo duke nxjerr flak nga pas manovrat, krijuan një lloj cirku automobilistik. Ky event u bë i mundur fal bashkëpunimit të ngushtë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, fal suportit Bashkisë Tiranë, sponsorëve tonë gjeneral dhe të shumë partnerëve tjerë të rëndësishëm në botën e automotivit dhe jo vetëm. Megjithatë, për te argëtimit mesazhi mbetet gjithnjë forcimi i sigurisë rrugore dhe përgjegjësisë që nis në momentin kur mban timonin në duar. Kemi arritur në përfundim të kësaj hapësire informative. Për zhvillimet më të fundit ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnm.com. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.